Ai që thot, s'kom mundësi me u fal, apo me përkthy fetarisht, çka i bjen? I bjen s'kom men. Se veç men duhet me pas më fal. Krejt tjera të rethona, mandej i adaptojmë. S'ka uj me te e mëm, s'munësh në kom ungjën, s'munësh me lidh një dorë e qëtë një ma për mas, me një kom, krejt të një negociushme, apo, veç një është e pa negociushme. Me atë, njëri ka unë vetë dijen, së më falet, këti i themi, ti s'munësh. E kuptut? Edhe të gratë është një gjene tjetër, apo, edhe kjeta një bjen, s'ka mundësi mu falë, dijet, gratë e kanë kore zaktur kur s'falen. Apo, burri ka qëtë dyja, ja s'ka men, ja u bo gru. Këtë s'ka s'ka. A kuptut? E që kja është s'ka mundësi mu falë aftër. Po flasë qështje që i përkthen shëriati kështë dhe në ruar aftër. Andaj këto duken që sharake, por shumica e akrebave të juaj këto arsye i kanë aftër. Edhe mendojnë se shpëtojnë para Allah Gjellera me këto arsye. A kuptove? Prandaj, këto që i thash, edhe reagimi që u bë, është përkthimi i drejt për drejt, i asaj që thë shprehja arabe se belaja me e keqe është e që s'tin me kesh ato. Apo, që thënë të në populli, po kesh për i gazepi. Apo, edhe për i sikleti.